Zoti Çipi ka pasur protesta edhe në Prenjas, në Belsh, por edhe në Patos. A mendoni se pavarësisht faktit që këto janë qytetet vogla, pra nisur nga pesha e tyre sa i përket numrit protestuesve, por edhe zërit që mund të dëgjohet në aspektin simbolik, a mendoni se këto protesta mund të vinë të zjerohen dhe mund të arrënojnë nga brenda Edi Ramën? Po, potenciali është, shpresa është, njerëzit këtë radhë duket se kanë kuptuar që kur i merret burimi i ujit, kur nuk i bëhet një rrugë apo kur i prishet një rrugë, kur i mbyllet një shkollë 9-vjeçare, apo kur rrugë shëndetësore e ashtu quajtur që është katandisur vetëm me një kasolli që s'ka as infermier, transferohet gjysmëore larg me makinë apo më larg, kanë kuptuar që duhet të reagojnë vetë, duhet të protestojnë dhe të kërkojnë rikthimin e dinjitetit dhe drejtave të tyre pa përfillur partit në opozitë apo partit në pushtet. Është shenjë se njerëzit e kanë kuptuar tashmë se të gjitha partitë e vjetra janë pjesë të njëjtës skemë, të njëjtës loje, të një opozite gjoja që thjesht legjitimon qeverinë në vjedhjet që bën. Sepse Edi Rama mund të shkojnë në çdo kanceleri europiane dhe të thotë në Shqipëri ka zgjedhje, unë fitova zgjedhjet, njerëzit protestojnë por është e drejta e tyre, por tek e fundit unë jam aty me votat e 800.000 shqiptarëve. Këto lloj protestash tregojnë që Rama edhe nëse ka marrë 740.000 vota sa pretendon ai që ka marrë në zgjedhjet e fundit, edhe nëse zgjedhjet po pranojmë sikur kanë qenë të ndershme dhe të lira, dhe i ka fituar pra me merit Rama 740.000 vota. Këto protesta tregojnë që ka gryrje dhe ato vota Rama nuk i ka më. Shikoni, ka pasur një debat në Shqipëri në vitin 96, nëse Partia Demokratike, pavarësisht akuzave për manipulime në zgjedhjet e 26 majit 96, i fitoi apo jo zgjedhjet. Unë hy tek njerëzit që qysh atëherë edhe sot vazhdoj të besoj që Partia Demokratike i ka fituar ato zgjedhje, por jo me atë rezultat. Pra, jo me atë shumicë ekstreme mandatesh që fitoi diku 95 zona në 115 që ishin gjithsej, zona zgjedhore majoritare. Kjo konfirmohet dhe nga fakti që në zgjedhjet e tetorit që u zhvilluan atë vit, Partia Demokratike i fitoi sërish zgjedhjet. Dhe zgjedhjet e tetorit, opozita dhe komuniteti ndërkombëtar e pranuan rezultatin, nuk thanë që ka deformim të rezultatit për shkak të manipulimeve. Por 6 muaj më vonë, Partia Demokratike kishte humbur kontrollin përmes qeverisë së saj, sigurisht, kishte humbur kontrollin e gjysmës territorit të vendit. Dhe vendi shkoi në pragun e një lufte civile që shpëtoi vetëm nga ndërhyrja ndërkombëtare. Kam përshtypjen që jemi në të njëjtën situatë. Erozioni i votave është masiv. Njerëzit që janë të zhgënjur nuk janë vetëm demokrat apo njerëz pa parti si puna ime, por janë edhe socialistë. Unë jam i bindur që në çdo protest nga ato që përmendet ju në Prenjas apo në vende të tjera, kudo ku po protestojnë njerëzit për ndarjen territoriale, për burimet, për kullotat apo për pyjet që nuk po ja jep qeveria ose po ja merr, apo për paketën e maleve, kudo ka edhe socialist. Socialistët po kuptojnë që ideologjia e ka vlerën në tavolinë, të ajo që ti ha. Kur ti s'ke buk, ideologjia nuk i duhet as dreqit. Prandaj e shoh me shpresë dhe besoj se këto lloj protestash po ja afrojnë fundin e Edi Ramës. Në këtë rast, a mendoni se Edi Rama e ka kuptuar që mund të rrëzohet nga vetë socialistët dhe gjithë struktura e tij e partisë politike mund të përçahet nga brenda dhe për këtë arsye ka nisur edhe atë që e ka cilësuar si besa një javë më parë dhe ditën e djeshme i shtoi dhe një aneks tjetër duke e quajtur prania besnike në mbledhjen me drejtuesit e Partisë Socialiste. Në këtë rast, a ka gjasa që vetë Edi Rama të rrëzohet nga vetë socialistët? Shiko, teorikisht është e mundur. Me kushtetut, në Rama, nëse i kërkohet mocion mosbesimi dhe e votojnë pro 71 deputet, Rama i bie që të mos jetë më kryeministër, por e para kjo është që të ndrosh shumë. Ta teprosh me ndërrimin dhe të lugjesh ka dëshira, jo nga faktet.
Unë e kam vështirë të besoj se brenda grupit parlamentar të Edi Ramës do të ketë 20 deputet që do të tërhiqen. Pra do të heqin mbështetjen e Edi Ramës. Nga ana tjetër, edhe nëse e rrezon Edi Ramën me mocion mosbesimi, për shkak të modifikimeve që i kanë bërë kushtetutës dy ushtallarët e sistemit, Rama dhe Berisha, Rama nuk bie derisa nuk është zgjedhur një kryeministër i ri. Dhe një kryeministër i ri do të jetë shumë e vështirë të bëhet me pra të gjejë konsensusin e 20 deputetëve të PS-s plus deputetëve të opozitës. Që shkohet tek një zgjidhje tjetër, duhet patjetër kontributi i Edi Ramës. Pra Edi Rama të kërkojë zgjedhjet parakoshme. Të kërkojë presidentit shpërndarjen e kuvendit. Unë nuk e besoj se e bën këtë Rama. Unë nuk e besoj se Rama është aty për të reflektuar. Nuk është se nuk i kupton Rama ato që po ndodhin, i kupton shumë mirë. Por Rama është kaq i kapur sa që do të vazhdojë me agjendën e vet deri ditën që do të ketë mundësi të jetë fizikisht në zyrë. Unë nuk mendoj se ka çështje as ndërgjegje, Rama s'ka ndërgjegje fare, nuk e di kur i me shtëpi ndërgjegje. As çështje llogarie për të ardhmen e Partisë Socialiste. Nuk është se Edi Rama mund të jap dorëheqje për të shpëtuar Partinë Socialiste, sepse i dhimbset Partia Socialiste. Edi Ramës nuk i dhimbset djali i vet, jo i dhimbset Partia Socialiste. Edi Rama kur të ikë do të bëjë një ikje jo të butë, do të bëjë një ikje të fortë me arratisje nga Shqipëria dhe me siguri do të kërkojë azilin në Izrael. Kështu që të ndodh kjo që thoni ju, është pak rrugë e gjatë, do duhet që të ketë një erozion masiv, një hemoragji masive nga Partia Socialiste. Dhe në këtë rast unë do të shikoja me interes nëse do të ketë përpjekje për ngritjen e një partie të re të majtë, sepse këta njerëz ndoshta vazhdojnë të besojnë që janë të majtë, që ekziston e majta, dhe ndoshta do duan një parti të majtë. Dhe pse jo eksponent që kanë qenë më simpatik, më të ndershëm, më pak të akuzuar për korrupsion, më pak servil të kryetarit në të kaluarën në Partinë Socialiste, do të ishte e mira të bashkoheshin dhe të krijonin një parti të re socialiste, apo ta quajnë si duan ata, që i merr votat kësaj partie që është. Kjo parti duhet zhduket. Kjo që është. Unë nuk e mendoj se mund të ribëhet më kjo parti. Siç nuk e mendoj se mund të ribëhet më Partia Demokratike, kur mendoj se çfarë lloj servilizmi të pështirë shikon atje përpara kryetarit. Se nuk është çështja se largove kryetarin, i largove Edi Ramën, i largove edhe Sali Berishën. Po të gjithë këta që kanë qenë servil deri dje do marrin vota këta, do kenë këta fytyrë për të folur me gjuhën e thjesht të qytetarit, do të kenë këta fytyrë të dalin përpara elektoratit të kërkojnë vota. Unë nuk e besoj dhe nuk e dëshiroj këtë gjë. Unë dëshiroj që këto dy parti të kalojnë në analet e historisë. A do të ndodh e gjitha kjo është ende herët për ta thënë, por shenjat e djegjes së teserave të partisë në Poliçan janë jashtëzakonisht shpresdhënëse. Zoti Çipi, ndërkohë një nga njerëzit që ishte shpallur në kërkim dhe i njohur për aferën e Akshit, Ermal Beqiri, është kapur në Francë duke fluturuar mbi një nga centralet bërthamore dhe autoritetet franceze tashmë e kanë në duart e tyre. Çfarë pritet të ndodh tashmë pas arrestimit të Ermal Beqirit? A mendoni se ai mund të zbërthehet për policinë franceze atje? Të them të drejtën nuk e di. Ajo që më bie në sy mua është që del prokuroria dhe thotë që ne e dinim se ku ishte. Po nuk na thotë pse nuk e kishte arrestuar kur e dinte se ku ishte. Po, aq më tepër që s'ka më pajisje përgjimi. Ka pasur bashkëpunim. Mirë pra, po i bie që ka pasur mungesë vullneti nga policia franceze, se nëse ti e di ku është, ja thua policisë se një vendi aleat dhe ndodhen në të kërkurit dhe policia nuk e arreston, këtu ka një gjë që nuk shkon. O gënjen prokuroria jonë, Spaku, dhe nuk e ka pasur të qartë ku ka qenë vendodhja dhe itinerari i lëvizjeve të Beqirit, ose na e paskësh mbrojtur policia franceze dhe gjithçka ka shkuar për drejt vetëm për shkak të atij incidenti që ai ka fluturuar mbi një central bërthamor. Nga ana tjetër, unë vazhdoj të jemi habitur se si njerëz që janë kërkim nuk janë të fshehur diku në një bodrum, në një shtëpi të braktisur apo me identitete false, po janë me avion privat.
Mos harro se këta janë zyrtar të një shteti jo fort të pasur. Gjitha kjo më le dyshimet më dha, po do të presim e do të shohim, ajo është një çështje në hetim. Se sa do ta hap gojen ai, besoj që varet se sa i sigurt do të ndjet ose sa i kërcënuar do të ndjet për jetën e vet. Në Shqipëri ka tashmë qarqe kriminale që nuk i lën gjë mangut organizatave të famshme italiane, Cosa Nostra, Sacra Corona Unita apo Ndrangheta. Pra, kur përfshihesh në ato nivele me ato shumë parash, kur përfshihesh indirekt apo direkt në pengmarrje personash për arsye të konkurrencës pandershme, unë besoj që jeta jote nuk është e sigurt as në burg, as atje ku je, nëse flet. Unë nuk besoj për shembull se do të flas ndonjëherë as Belinda Balluku, edhe nëse arrestohet. Ashtu se shkojnë në burg Al Capone për evazion fiskal, edhe këta do të përfundojnë me burg për vepra të tjera penale për afate shumë të shkurtra.